Me rritjen e temperaturave, rreziku për përhapjen e zjarreve mbetet një shqetësim për autoritetet. Shërbimi zjarfikës vijon monitorimin në terren dhe ndërhyrjet në rastet e emergjencave, ndërsa qytetarëve ju kërkohet të tregojnë kujdes të shtuar. Për rastet e konstatuara të shkeljeve dhe rregullave të sigurisë janë vendosur 3 masa administrative ndaj personave përgjegjës. Punojësit e shërbimit zjarfikës bëjnë të ditur se mjetet dhe pajisjet në dispozicion janë në gjendje të mirë teknike dhe të gatshme për ndërhyrje në çdo situatë të mundshme. Muajin e fundit kemi pasur 5 vatra zjarri që i kemi kapur në kohë dhe nuk kemi lejuar përhapjen e tyre. Nga këto 5 vatra, 3 vatra zjarri kanë qenë zjarrvënie të qëllimshme dhe aktualisht janë duke u proceduar personat përkatës për këtë gjë. Nga ana e shërbimit ton është proceduar me masa administrative dhe ne vetëm muajin e fundit që nga koha që kemi hyrë në gatishmëri kemi vendosur 3 masa administrative kundrejt personave që qofte edhe për një ndezje të vogël për djegje kullote kanë shkaktuar zjarr. Ne si drejtori e shërbimit zjarfikës qendërqarku, pjesën e logjistikës e kemi në rregull, i kemi të gjitha automjetet funksionale në shërbim të komunitetit në çdo lloj rasti zjarri të mundshëm. Apeli zjarfikësve drejtohet ndaj qytetarëve që të shmangin ndezjen e zjarreve në ambiente të hapura, të mos hedhin mbetje që të mund të shkaktojnë flak dhe të njoftojnë menjëherë shërbimet emergjente për çdo vatër zjarri. Ne si shërbim zjarfikës kemi bërë sensibilizimin edhe para se të futeshim në sezonin e gatishmërisë dhe jemi në vijimësi duke bërë sensibilizimin për gjithë popullatën dhe gjithë banorët, sidomos të njësive administrative që posedojnë kullotat që i kanë në pronësi. Bëjmë një apel për gjithë qytetarët që të jenë të kujdesshëm, qoftë edhe me bishtat e cigareve në temperatura kaq të larta. Mos të ndezin zjarr as për të djegur mbeturina. Me gatishmëri të plotë strukturave zjarfikës edhe angazhimin e vazhdueshëm në terren, synimi mbetet parandalimi i përhapjes së zjarreve dhe mbrojtja e jetës, pronës dhe mjedisit.